në vend të shprehjes së një ndjeje përgjegjësie shtetërore qeveritare, një ministër i dal nga syndyqet e George Sorosit shpërthen me një fjalor ordineri, me një fjalor që dëshmon të gjithë brëndin e tij se çfarë përfaqëson. Gjykatësia është vra, është ekzekutuar në mënyrë barbare në krye të detyrës. Dhe ju e pat, narkoqeveria dje, në vend se të përcaktonte masa për mbrojtjen e gjykatësve, do duplikoj masat për mbrojtjen e skapistëve. Unë nuk jam kundër mbrojtjes skapistëve, por gjykata e apelit dhe gjykatësi i apelit në aspektin e vendimit është më e rëndësishme i vendimmarrjes gjyqësore dhe nuk shkrojti as një fjalë, as një germ. Pra, do mbrohen 18 vet, pa se çfarë do bëhet me 200 të tjerë, siç ishin mbeten. Siç ishin mbeten. Ky që foli sa ajo s'fliste dot ministra që mashtoi publikisht, nuk tha një fjalë. Ministra që mashtroi pardje publikisht që policia s'ka punë me sigurinë e gjykatave, në fakt ka, dhe nxori një, këta janë kështu, s'ka ndodhur ndonjëherë, flet ministri për ministrin. Ngrihet ballo, thotë të dalë, thotë jashtë se i tha dikush idiot. Po ai edhe fjala idiot fyhet me te. Po sigurisht, dëgjojeni fjalimin e tij. Dëgjojeni fjalën e tij në parlament, më thotë. Aty është vrarë një njeri dhe këta asnjë përgjegjësi. Në fakt ajet e vrau shteti. Në kuptimin, e kam thënë dhe dje dhe tham dhe sot, e vrau shtetin në kuptimin se ai ishte totalisht pa asnjë mbrojtje sikur të ishte në kafene. Ky është po. Pasi fusin në rend nderimesh Enver Hoxhën, duke shkelmuar ligjet vendit, duke shkelmuar rezolutën e parlamentit të posaçme për këtë figurë të zezë, për këtë Hitler shqiptarëve, e bëri libraria, e bëri biblioteka, e bëri çfarë bëri atë more, e bëri Edi Rama me urdhër, e bëri Edi Rama me Niko Peleshin. Ju e shifni çfarë shkarjesh, ç'tu thuash këtyre, del bën avokatin e Koçiu. Është ministri, ai flet për ministrin e Brendshëm, ngrihet ministri i drejtësisë. Me një fjalë, si të shifni parlament, Zoti Berisha, i mbushur me përfaqësues të kartele.